Në kuadër të grupit Accessories e kemi edhe programin Notepad. Për të hapur këtë program duhet që të klikojmë Start, All Programs, Accessories dhe ta zgjedhim programin Notepad. Pasi që klikojmë, atëherë do të na hapet programi, do të arrisim dritarën në tërë ekranin dhe praktikisht ky është një prej editorëve më të thjeshtë që shërben për shkruarjen e teksteve. Në këtë rast programi është i gatshëm që të fillojmë të shkruajmë dhe ne do të fillojmë të shkruajmë, për shembull, të shkruajmë ky është dokumenti im i parë. Nëse kemi bërë ndonjë gabim, atëherë mund të pozicionohemi kursor duke lëvizur tastet, duke përdorur tastin backspace apo tastin delete. Ky është dokumenti im i parë. Dhe nëse dëshirojmë që ta ruajmë, atëherë do të klikojmë tek menuja File, do të klikojmë tek komanda Save, do të na pyet se ku dëshirojmë që ta ruajmë. Pra ne do ta ruajmë në kuadër të librarisë të dokumentet tona. Të vendosim emrin test 1 2 3 dhe do të klikojmë tek butoni Save. Edhe me këtë edhe kemi ruajtur dokumentin ton. Nëse dëshirojmë që ta mbyllim, atëherë do të klikojmë tek menuja File, Exit dhe do ta mbyllim. Nëse tani dëshirojmë që ta hapim failin ton, shkojmë përsëri tek Start, All Programs, Accessories, ta zgjedhim programin Notepad, ta rrisim pamjen në tërë ekranin, dhe nëse tani dëshirojmë që ta hapim dokumentin ton, do të klikojmë tek menuja File, pastaj do të pozicionohemi tek komanda Open, jemi tek libraria jon, do të kërkojmë failin test 1 2 3, do të pozicionohemi dhe ta zgjedhim komandën Open. Dhe faili ynë do të hapet përsëri. Në këtë rast tani kemi mundësi që të vazhdojmë që të shkruajmë tekst, dhe nëse dëshirojmë që të ruajmë përsëri ndryshimet, përsëri duhet që shkojmë tek menuja File, do të klikojmë tek komanda Save. Të vërejmë se në këtë rast nuk do na pyet se as për lokacion as për emër, sepse faili do të ruhet në lokacionin e njëjtë dhe me emrin e njëjtë, pra do të ruhen ndryshimet. Mirë, por nëse dëshirojmë që këtë file ta ruajmë me emër tjetër, atëherë duhet të shkojmë File dhe ta zgjedhim komandën Save As, ku përsëri na hapet korniza për dialog Save As, ku kemi mundësi që ja ndryshojmë emrin. Pra, në këtë rast do të ndryshojmë emrin, të vendosim dokumenti 1 dhe të klikojmë tek butoni Save. Pra, e vërejmë se dhe tek titulli i dritarës, pra në këtë pjesën lart, në është ndryshuar edhe emri i dokumentit. Si komanda tjera që kemi tek menuja File, kemi komandën New, me anë të cilës kemi mundësi që ta krijojmë një file të ri të zbrazët. Pastaj kemi komandën Page Setup, ku kemi mundësi që të zgjedhim madhësinë e fletës, pra do të zgjedhim A4, ndërsa tek fusha Source kemi mundësi që të definojmë se nga do të hyjë letra në printer. Mirë, po kjo veti varet edhe prej vetive fizike të printerit apo shtypsit tuaj. Ndërsa tek pjesa Orientation kemi mundësi që ta zgjedhim orientimin e letrës, sa do të jetë Portrait apo Landscape, si dhe kemi mundësi edhe që të manipulojmë me margjina. Pra, sa do të jenë margjinat në anën e majt, në anën e djathtë, sa do të jenë lart dhe sa do të jenë poshtë. Pas zgjedhjeve të bëra, mjafton që të klikoni tek butoni OK. Ndërsa si komandë tjetër nga menuja File e kemi komandën Print, ku kemi mundësi që të zgjedhim llojin e printerit. Pastaj kemi mundësi që të zgjedhim se çfarë dëshirojmë që të shtypim. A dëshirojmë që ta shtypim komplet dokumentin, vetëm pjesën e selektuar, fletët, pra në fushën këtu do ta vendosim prej cilës fletë deri te cila, apo nëse zgjedhim Current Page vetëm do të shtypet vetëm fleta aktuale. Ndërsa tek Number of Copies kemi mundësi që të zgjedhim numrin e kopjeve, pra në sa kopje do të shtypet ky dokument, dhe në fund mjafton që të klikojmë tek butoni Print dhe dokumenti ynë do të shtypet. Ndërsa tek menuja Edit i kemi disa komanda tjera që kanë të bëjnë me manipulim me tekst në kuadër të dokumentit, kur nëse zgjedhim komandën Undo do të kthehemi një hap prapa. Komanda Cut do ta zhvendos tekstin e selektuar, pra do ta selektojmë vetëm fjalën dokumenti. Pastaj do të shkojmë Edit, do ta zgjedhim komandën Cut. Vërejmë se fjala Cut do të largohet, do të pozicionohemi diku tjetër. Nëse dëshirojmë që tani këtë fjalë ta vendosim në kuadër të këtij teksti, do shkojmë tek komanda tek menuja Edit dhe do ta zgjedhim komandën Paste. Pra do na shfaqet përsëri. Mirë, por nëse dëshirojmë që një pjesë të tekstit ta kemi edhe në vendin aktual, edhe diku tjetër, atëherë do ta selektojmë, do shkojmë tek menuja Edit dhe do ta zgjedhim komandën Copy. Pra vërejmë se fjala na mbetet në vendin ku ishte. Nëse zgjedhim Edit Paste, do të na lajmërohet përsëri fjala e njëjtë.
Si komandë tjetër kemi komandën delete, me anë të cilës kemi mundësi të fshijmë tekstin e selektuar, apo kemi komandën tjetër find apo find next, ku mund ta gjejmë një fjalë të caktuar në kuadër të dokumentit tonë. Do klikojmë find, do ta kërkojmë fjalën është. Dhe tani si opsione tjera kemi opsionin match case, ku nëse zgjedhim, atëherë do të i vjen në pyetje dhe ndihmëria e fonteve, pra kemi përdorur shkronja të mëdha apo të vogla, si dhe drejtime se ka dëshirojmë që të kërkojmë, lart kursorit apo poshtë kursorit. Themi up, klikojmë find next dhe vërejmë se është selektuar fjala është. Klikojmë cancel dhe si komandë tjetër kemi komandën replace, ku kemi mundësi që një fjalë ta zaventësojmë në një fjalë tjetër. Do ta shkruajmë fjalën par me fjalën dytë. Dhe nëse tani klikojmë replace all, çdo kohë në kuadër këtij dokumenti, fjala parë do të zaventësohet në fjalën dytë. Dhe ja pra ku kemi, ky është dokumenti i dytë. Pra zaventësohet edhe fjala. Do të klikojmë përsëri cancel. Ndërsa si komandë tjetër kemi komandën select all, që ta selekton tërë tekstin. Apo nëse dëshirojmë që ta vendosim datën në kuadër të dokumentit, atëherë të zgjedhim opsionin nga menyja edit time date, ku do të nënshtrohet koha, ora dhe data se kur është punuar ky dokument. Se shkojmë tek menyja format, kemi dy komanda, kemi komandën word wrap, ku nëse deaktivizojmë këtë opsion, atëherë kur të arrijmë në fund të rreshtit, të pamjes së ekranit, rreshti do të vazhdojë në mënyrë horizontale. Përndryshe, do të kalon automatikisht në rreshtin tjetër. Nëse zgjedhim font, atëherë do të kemi mundësi që ta ndryshojmë llojin e fontit, madhësinë, dhe mjafton që të klikojmë OK, dhe këto ndryshime do të zbatohen tek dokumenti ynë. Ndërsa tek menyja view kemi mundësi që ta shohim apo ta largojmë status barin, si dhe kemi menyn help, i cili na shërben për nëse kemi ndonjë problem ku kemi mundësi që të marrim ndihmën në lidhur me këtë program. Për ta mbyllur këtë program, mjafton që të klikojmë tek butoni exit, dhe në fund do të na pyet se a dëshirojmë që të ruajmë ndryshimet. Nëse po, do ta konfirmojmë duke zgjedhur komandën save.